Apo e adhuron Perëndin siç e kërkon Zoti? Gjoni kapitulli 4, vargjet 23 dhe 24 na thot: Po vjen ora, madje ka ardhur, kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetë, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati. Perëndia është frymë dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetë. Kemi një bisedë interesante, kur ne do të ndalemi edhe sot, është një nga bisedat më të thella që Jezusi pati gjatë gjithë shërbesës së tij. Biseda me gruan samaritane. Mes pyetjeve të saj rreth vendit të saktë për të adhuruar, ku ishte mali Gerizim apo Jeruzalem, Jezusi e çon bisedën në një nivel krejt tjetër. Ai jep një përgjigje që ndryshon përgjithmonë mënyrën si njeriu i afrohet Perëndisë. Jezusi thot, Perëndia është frymë dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetë. Kjo fjali e shkurtër është një revolucion teologjik. Ajo është vendos adhurimin nga vendi te zemra, nga rituali te realiteti, nga forma në frymë. Lind një pyetje shumë e madhe: çfarë do të thotë të adhurosh në frymë në të vërtetë? Pse kjo nuk është thjesht një çështje teologjike e largët por një thirrje personale për secilin prej nesh? A është adhurimi im i nxitur nga emocione kalimtare apo sinqeriteti vërtet para Perëndisë? Kjo pyetje nuk është thjesht akademike. Ajo na prek të gjithë, sepse të gjithë kemi përjetuar momente kur këndojmë një himn pa e ndier vërtet atë që po themi, ose kur lutemi me fjalë të mësuara përmendësh, ndërsa mendja na shkon diku tjetër. Nuk është se duam të jemi hipokrit, thjesht jeta, rutina dhe lodhja shpirtërore mund ta zbrazin gradualisht adhurimin ton nga përmbajtja e tij e vërtet. Pikërisht për këtë arsye, fjalët e Jezusit drejtuar gruas samaritane janë kaq të rëndësishme për ne sot. Ata na thrasin të rikthehemi te thelbi i asaj që do të thotë i afrohesh me të vërtetë Perëndisë. Pra Jezusi kalon nëpër Samari, rrugë që hebrejtë shmangin, dhe flet hapur me një grua samaritane, duke thyer barrierat etnike, fetare dhe sociale të kohës. Samaritanët adhuronin në malin Gerizim, hebrejt pohonin Jeruzalemin. Ligji për të rirë 12 vargu 5. Jezusi nuk merr anë, ai shpall ardhjen e një epoke të re ku adhurimi nuk kufizohet nga një vend. Adhurimi që Jezusi ofron dhe fton gjithsecilin prej nesh është në frymë, nuk është emocion. Shumë herë kur dëgjojmë fjalën frymë në kontekstin e adhurimit, e lidhim automatikisht me emocionin muzikë e fuqishme, lot duar të ngritura, një ndjenjë ngrohtësisë shpirtërore. Këto gjëra nuk janë domosdoshmërisht të gabuara. Emocioni sinqert para Perëndisë është i natyrshëm dhe shpesh i bukur, por Jezusi nuk po flet kryesisht për gjendjen tonë emocionale. Fjala nga origjinali pneuma, frymë, këtu i referohet natyrës së vetë Perëndisë. Perëndia është frymë. Adhurimi i vërtet vjen nga një burim shpirtëror i lindur nga fryma e shenjtë brenda nesh, jo thjesht nga gjendja jonë psikologjike e momentit. Një ndarje që duhet ta kemi parasysh është rreziku është që adhurimi i nisur vetëm nga emocioni ngrihet kur gjendja është e mirë dhe bie kur jemi në humor. Por adhurimi në të vërtetë është fryma vjen nga natyra e Perëndisë, adhurimi i lindur nga fryma e shenjtë, jo nga gjendja e momentit. Mendoni pak për Davidin, i cili shkroi shpirti im lavdëro Zotin. Psalmi 103:1. Jo si një përshkrim i një ndjenje spontane, por si një urdhër që ai i jep vetes. Adhurimi i vërtet në frymë shpesh kërkon një vendim të vullnetit. Do ta lavdëroj Zotin pavarësisht se si ndihem. Adhurimi në frymë rrjedh nga marrëdhënia me Perëndin, jo nga atmosfera e dhomës. Ai vazhdon edhe kur emocioni mungon, sepse bazohet në realitetin shpirtëror. Ai është një frymë, një jetë e mbushur me frymë të shenjtë. Pra, Perëndia na fton që të adhurojmë Perëndin në të vërtetë, me sinqeritet dhe jo vetëm mashtrim. Të adhurojmë Perëndin sipas së vërtetës. Adhurojmë Perëndin siç ai është në të vërtetë, jo siç na pëlqen ta imagjinojmë. Adhurimi në të vërtetë do të thotë së pari të adhurojmë Perëndin siç është ai në të vërtetë. Nuk mund të krijojmë një Perëndi sipas shijes tonë që na pëlqen ne, dhe ta quajmë atë adhurim. E vërteta zbulohet në fjalën e tij. Adhurimi autentik buron nga njohuria e Perëndisë siç është shpallur në shkrim, jo nga ndjenjat ose idetë tona personale për ta. Pse është e rëndësishme pra adhurimi me gjithë zemrën? Pse Jezusi e ngre këtë temë pikërisht me një grua samaritane dhe pse na duhet edhe ne sot ta dëgjojmë me kaq seriozitet? Sepse Perëndia kërkon adhurues, jo thjesht adhurim. Vini re fjalët e Jezusit, të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati. Perëndia nuk është thjesht duke kërkuar akt adhurimi, këngë, lutje, oferta. Ai kërkon njerëz, persona, zemra
që i drejtohen atij me sinqeritet. Adhurimi nuk është një produkt që e prodhojmë dhe ja dorëzojmë Perëndis, është një marrëdhënie që jetojmë me të. Rrezikojmë formalizimin. Çdo brez besimtarësh përballet me rrezikun e formalizimit, të bëhet adhurimi rutinë, pra traditë, një zakon që nuk ve emocion, nuk ve zemër atje. Farisejt e kohës së Jezusit kishin ligjin, ritet formën e jashtme perfekte, por Jezusi quhej hipokrit. Pikërisht sepse forma nuk pasqyronte zemrën. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe me ne. Të shkosh në kishë, të këndojmë himne dhe prapë të mos kemi takuar kurrë me të vërtet Perëndin në atë moment. Sepse Perëndia shikon zemrën. E para Samuelit, kapitulli 16 vargu 7, thot: Zoti nuk shikon si shikon njeriu, Zoti shikon zemrën. Mund të mashtrojmë njerëzit rreth nesh me një shfaqje të bukur jashtësore, por nuk mund të mashtrojmë Perëndin. Ai e di nëse zemra jon është aty kur duart tona janë ngritur. Një shembull nga Bibla kemi Kainin dhe Abelin, Saulin dhe Davidin, dy shembuj pra me 4 burra që të ndryshëm që i ofrojnë adhurim Perëndis. Pra shkrimi në fakt është i mbushur me shembuj që tregojnë dallimin midis formës dhe sinqeritetit të adhurimit. Kaini dhe Abeli të dy i sodën oferta Perëndisë në Filla kapitulli 4 vargjet 3 dhe 5. Të dy kryen aktin e adhurimit, por Perëndia pranoi ofertën e Abelit dhe refuzoi atë të Kainit. Krimi nuk thotë që se Kaini solli pak gjë ose se rituali i tij ishte i gabuar teknikisht. Problemi ishte te zemra, prej së cilës rrithte oferta. Hebrejt 11:4 thotë se Abeli e solli ofertën e tij me besim, me një zemër të drejtë para Perëndisë. Më vonë kemi mbretin Saul dhe mbretin David, të dy ofruan adhurim dhe bindje ndaj Perëndisë, por në mënyrë krejt ndryshe Sauli bëri saktësisht atë çka duhej të bënte në sipërfaqe, madje justifikoi mosbindjen e tij duke thënë se po i kursente kafshët më të mira për t'ia flijuar Zotit. E para Samuelit 15:21. Por Samueli tha: "A gëzohet Zoti më shumë me flijime e holokauste se sa me bindje ndaj zërit të Zotit?" Ja, bindja është më e mirë se flijimi. E para Samuelit kapitulli 15 vargu 22 thot: Davidi përkundrazi, kur ra në mëkat të rënë, nuk u fshe pas riteve fetare, por u kthye para Perëndisë me një sinqeritet të papërshkrueshëm. Krijo në mua një zemër të pastër, o Perëndi. Sakrificat që dëshiron Perëndia janë një frymë e thyrë. O Perëndi, ti nuk e përbuz një zemër të thyer dhe të përulur. Pra këtë shembull na mësojnë të njëjtën të vërtetë që Jezusi i tha gruas samaritane. Perëndia nuk vlerëson adhurimin sipas madhështisë së jashtme, por sipas sinqeritetit të brendshëm. Pra një zemër e thyer dhe e sinqert vlen më shumë se çdo ritual, madje mund ta quajmë të përsosur, i kryer pa pjesëmarrjen e shpirtit. Si ta jetojmë ne këtë praktik? Si ta zbatojmë? Le të mendojmë konkretisht se si mund të kultivojmë adhurimin në frymë dhe në të vërtetë, në jetën tonë të përditshme dhe në kishë. Kontrolloni zemrën para se të hyni në adhurim. Jepni Perëndisë disa momentet në qetësi për të përgatitur shpirtin, jo vetëm trupin. Mos e matni adhurimin tuaj me intensitetin e emocionit, por me sinqeritetin e dorëzimit pyetni veten: a do ta thosha këtë lutje edhe nëse askush nuk po shikon? Lejoni fjalën e Perëndisë të formojë adhurimin tuaj, jo vetëm preferencat personale ose stilin e muzikës. Adhuroni edhe ditët e thata shpirtërore. Vendimi për t'ju ofruar Perëndisë në besnikëri është vetë një formë e thellë adhurimi. Le të jetë jeta jonë e përditshme, fjalët, sjellja, marrëdhëniet në harmoni me lavdërimin që shprehim të dielave. Përndryshe krijojmë një hendek midis gojës dhe zemrës që Isaia e qortoi. Gruaja samaritane shkoi te pusi për ujë të zakonshëm dhe u largua duke njohur mësinë dhe duke kuptuar diçka thelbësore për natyrën e vërtetë të adhurimit. Ajo varpoi në qytet dhe u tha njerëzve: "Jani shikoni, një njeri që më tha gjithçka që kam bërë." Gjoni kapitulli 4 vargu 29. Takimi i saj me të vërtetën e ndryshoi përgjithmonë. E njëjta ftesë qëndron para nesh sot. Jezusi nuk na kërkon performancë, nuk na kërkon vendin e saktë gjeografik, stilin e saktë muzikor ose formulën e saktë rituale. Ai na kërkon zemra të sinqerta, të dorëzuara, që i njohin atë siç është në të vërtetë dhe që i ofrohen me frymë të thjeshtë të vërtetë, jo me maska. Pra le të lëmë me një anë sot çdo adhurim sipërfaqësor, çdo formë pa përmbajtje dhe ta kërkojmë në lutje këtë.
O Perëndi, dëshiroj të jem nga adhuruesi që ti kërkon, jo dikush që thjesht përfaqëson ose performon. Kjo thirrje nuk mbaron. Adhurimi në frymë dhe në të vërtetë nuk është një moment i izoluar. Ai momentit i ditës kur neve adhurojmë, por një mënyrë jetese që vazhdon në çdo ditë javës. Një lutje përmbyllëse, atë qellor, mbushna me frymën tënde të shenjtë që adhurimi ynë të rrjedh nga një marrëdhënie e vërtetë me ty. Na jep sinqeritet në çdo lutje dhe këngë. Bëna adhurues të vërtet në frymë dhe në të vërtetë. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.